Autoriteti i posaçëm kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka marrë në pyetje kreun e Autoritetit Rrugor Shqiptar, Gentia Ingjyli, për dyshimet lidhur me tenderin për ndërtimin e tunelit të Llogaras. Hetimi i dosjes ka nisur pas kallëzimeve të ndryshme dhe është bashkuar në një procedim të vetëm ku dyshohet për shkelje të barazisë në tendera dhe favorizim të një grupi të caktuar kompanish. Përveç Gjylit, në listën e të dyshuarve janë përfshirë Pararenci i Ervis Berberi, i cili aktualisht ndodhet në burg, si dhe 3 anëtar të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, Eral Delizi, Jetmira Dervishi dhe Mirzeta Kashica. Hetimet e SPAK-ut kanë zbuluar se këta persona dyshohet se kanë preferuar bashkimin e kompanive turke, duke skualifikuar ofertat më të ulta të kompanive shqiptare. Dosja lidhet me rastin e Belinda Ballukut, e cila ka marrë statusin e të pandehurit për veprimet e saj si ministre e infrastrukturës dhe energjisë në njërin nga tenderat e tunelit. Tenderi fituar nga bashkimi i kompanive turke ishte në një ofertë për 180 milionë euro pa TVSH, ndërsa kompania shqiptare kishte ofruar 140 milionë euro. Ky zhvillim ka ngritur dyshimet të favorizimit dhe shkeljeve të barazisë në procedurën e tenderimit. SPAK ka vendosur që në këtë episod të martë pandehur pa aplikuar masa sigurie, ndërsa hetimet po vijojnë dhe procedura është e ngjashme me dosje të tjera që ndjek institucioni. Ky rast tregon intensifikimin e hetimeve për tenderat e infrastrukturës dhe përpjekjet e SPAK-ut për të adresuar favorizimin e kompanive të caktuara dhe abuzimin me fondet publike.